Në Amerikë kjo gjë është e pamundur sepse ndalohet nga ligji, ndalohet nga spitali, që në derë të spitalit të ndalohen dhe nuk mund të dërgosh atje një person me forcë, edhe pse ti je i bindur dhe e ke të afërmin tënd, dhe ke gjithë dashamirësinë dhe thua që ky person ka probleme shëndetësore, mendore, jo. Duhet të kesh kartën e identitetit në Amerikë, duhet të kesh dhe kartën e shëndetit dhe njëkohësisht duhet dhe të firmosësh. Në qoftë se nuk firmos vetë personi që ka nevojë për ndihmë mjekësore dhe për ilaçe dhe për trajtime nga psikolog apo psikiatër në spitale të specializuar, duhet jetë një familjar i afërt që ta bëjë këtë. Dhe parashevia këtë nuk e realizon dot sepse nuk ka asnjë person i cili është ligjërisht i vlefshëm për të vepruar në emër të parashevisë Simakut, sepse ajo nuk merret me dokumenta dhe refuzon një gjë të tillë. Dhe pa dokumenta është shumë e vështirë për ta asistuar nga ana psikologjike. Ndoshta, thot Eltoni Liriani, një gjë e tillë mund të jetë e mundur këtu në Shqipëri, pasi shumë familjarë të saj janë këtu dhe nga ana ligjore. Ndoshta do bëhet një ndihmë e tillë, ndoshta do bëhet një ligj shqiptar, pra do e mirë kuptoj këtë situatë për t'i dhënë parashevisë kartën e identitetit dhe gjithçka tjetër që duhet që të paraqitet në një institucion mjekësor të profilizuar për shëndetin psikiatrik. Por parashevia, pikërisht në këtë situatë, na troditi të gjithë me letrën që i drejtoi djalit të saj, Luke. Letra e saj e plotë është kjo: Luk birim, më dhëm çdo ditë kur nuk të kam pranë. Kanë kaluar 11 muaj që nuk të kam parë dhe kjo erdhi pas gati një dekade që nuk e kemi parë njëri tjetrin. Çdo ditë pa ty është një plagë që nuk shërohet. Rrethanat na ndan, thot parashevi Simaku, dhe jo dashuria. Ndoshta jeta nuk na la mundësi të qëndrojmë bashkë, por ta dish se unë do të jetoja me ty edhe në gjëmba, vetëm të ishim pranë njëri tjetrit. Edhe ato 3 herë që kemi folur në telefon, fjala jote ishte e ftohtë, si e drejtuar ndaj një të huaj, jo ndaj nënës, që do jepte jetën për ty. E megjithatë, çdo fjalë jotja sa do e largët për mua, kishte peshën e botës. Ende e kujtoj momentin kur më përqafove. Ishte sikur bota ndali për pak çaste. Atë ndjeva se gjithçka kishte kuptim. Çdo vuajtje bëhej më e lehtë kur ty të kisha afër. Nuk të mbaj natë, vazhdon letrën e saj parashevi Simaku. As nuk të gjykoj, vetëm të dua në heshtje, si çdi të doj një nën. Edhe nëse më mohon, unë do të jem gjithmonë nëna jote, Luk. Ajo që të pret, që të fal dhe që s'pushon kurrë së dashuruari. Vazhdon letra e parashevi Simakut. Mos haro biri im, një ditë edhe ti do të bëhesh prind. Atëherë do ta kuptosh se çfarë ndjen një nën, se sa shumë do të kalonte oqeane dhe vite të tëra vetëm që fëmia e saj të ishte i lumtur.